Më thash partia që do jenë betej. Beteja duhet në kohë. Për beteja duhet zgjuar herë. Të zgjohesh herë. Natyrisht. Le të kapësh gafil aty. Po të përfaqësosh. Është shumë e rëndësishme që të përfaqësosh. Është një kategori shoqërore në këtë qytet që zgjohet herët, shumë herët në bazën e gjithë Shqipërisë. Nuk është se shkojnë në punë, por është regjimi një jetë të tërë mbështetur fort tek puna e tyre që i bën të zgjohen përsëri herë. Janë të moshuar. Beteja më e rëndësishme duhet bërë për ta. Është e para betejë në është e para betejë që do të nisë në kuvend. Unë për ta arsye dua të jem në kuvend. Të zgjidhim njëherë problemin e jashtëzakonshëm të moshuarve, të ardhurave të tyre, pensioneve të tyre. Një çështje që nuk është zgjidhur. Jam mbyllur që tani do të turret një pjesë e madhe, do të thotë patiti që se se bëre. Janë gjithë ata që të njohin se kanë në vëmendje çfarë ti ke bërë, çfarë ti ke thënë, për çfarë ti ke luftuar kohë pas kohe, por jam gati të shmoj se ç'kam hequr me ministrat e financave që në vitin 2014 e në vijim për të thyer atë konceptin e tyre ngulur thellë këtu, që ekuilibri i buxhetit duhet të frenojë çdo lloj iniciative që përmirëson skemat, që reformon fort skemat. Unë e di ç'kam hequr pastaj nga 2016, 2017 e tjerë për të mbajtur një nivel të lartë të bonusit për pensionistët dhe natyrisht duke patur përballë ministra financash që në fund të vitit dinin pa përdorur 50, 60, 70 dhe te ky fundit që lë 430 milion euro pa përdorur. Kjo është beteja për gjithë pa përjashtim, për moshuarit e që natyrisht do t'jenë qendër vëmendje se do t'jenë thelbi i një beteje të bërë në parlament kësaj radhe pa respektuar rregulla. Boll kam respektuar rregulla, mendime, opinione, pritje, kohë që shkon, ndërkohë që përballë njerëzve dalim ne e kërkojmë vota. Kjo është betejë që do e bëj për çdo të moshuar të këtij vendi. E natyrisht, edhe për prindërit e mi, që janë ndër ta, që marrin pension 20.000 lekë në muaj.